Universi po të ndalon. Por pse? A ke ndjerë ndonjëherë sikur bota ndalon për ty? Sikur je në mes të një jete që vazhdon për të gjithë të tjerët. Por jo për ty. Projektet nuk ecin, planet ndryshojnë, lidhjet thyhen pa kuptim, dhe ti i ulur në heshtje përballë asaj ndjenje të thellë që nuk ka emër. Një boshllëk që të shtrëngon në kraharor. Jo, nuk është depresion, dhe jo, nuk është rastësi, është universi, është mënyra e tij për të folur. Jo me fjalë, por me ndalesa. Kur ti nuk dëgjon zërin e brendshëm, universi zgjedh të ndalojë me forcë. Dhe nuk është për të dënuar, është për të shpëtuar. Nga çfarë? Nga vetja jote, nga rrugët që nuk janë për ty, nga njerëzit që të dëmtojnë, nga qëllimet që nuk janë më në rezonancë me shpirtin tënd. Ky është paralajmërimi që shumica e injorojnë, sepse është i padukshëm, i heshtur dhe i vërtet. Në këtë video do të zbulojmë 3 shenja të qarta që tregojnë se universi po të ndalon, jo për të mbajtur mbrapa, por për të dhënë mundësinë të zgjedhësh një rrugë të re, më të lartë. Nëse je duke e përjetuar këtë ndalesë, ndoshta nuk është fundi, është fillimi që nuk e prisje, dhe ndoshta është më i rëndësishëm se gjithçka që ke imagjinuar. 3 shenja që tregojnë se universi po të ndalon. 1. Përsëritje të njëjta që dështojnë vazhdimisht. Sikur po jeton të njëjtën histori me skenar të ndryshëm, por gjithmonë me fund negativ. Kjo nuk është një pengesë, është një mësim që nuk po e dëgjon. 2 gjërat që ecin zakonisht, tani bllokohen. Çdo projekt, çdo marrëdhënie, çdo ide që më parë ecte me energji, tani duket e vdekur. Universi nuk do që të vazhdosh atë rrugë, sepse ajo nuk është më për ty. 3. Ndjenja e boshllëkut të thellë brenda vetes. Kur je i rrethuar nga njerëz, mundësi, gjëra, por nuk ndjen asgjë. Është shpirti yt që po të ndalon, sepse nuk është më aty ku ke shkuar ti. Ndoshta është mbrojtje, ndoshta është bekim, dhe ndoshta është thirrja që të ka munguar gjithë jetën. Dëgjoje, dhe nëse ndjeve këtë video, mos harro, zëri i universit të flet, por ti duhet të jesh i gatshëm ta dëgjosh.